Me duar të lidhura e kokë ulur, duke u munduar ta fshehin fytyrën, po dalin nga stacioni policor. Këta janë në mesin e 109 personave të ndaluar gjatë aksionit të mëngjesit të 23 janarit që kreu prokuroria themelore në Prizren. Ndalimi i tyre u bë pas dyshimeve të prokurorisë se ata janë përfshirë në manipulimin e mbi 68.000 votave në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit të 2025-s. Hetimi nisi nga 18 janari kur krye prokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu, autorizoi policinë e Kosovës të identifikojë të dyshuarit dhe të sigurojë provat, përfshirë proces verbalet dhe nënshkrimet. Të ndaluarit u intervistuan për disa orë në 2 stacionet e policisë në Prizren, e më pas me vendim të prokurorit, ndaj tyre u shqiptua masa e ndalimit për 48 orë. Në mesin e të ndaluarve në këtë rast është edhe Art Hasani, djali i deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Najt Hasanit. Avokati Anton Çupërjani pohoi se Hasani ishte i angazhuar nga kjo parti dhe se ai dyshohet për falsifikim të votave. Është ndalu me vendim të prokurorit që imi përmu tash është shumë. I njëjti ka qenë në pozitën e kryesuesit e i dërguar nga PDK. Për sa kohë je u shqiptu masa? Për 28 orë. Për çka për dyshohet? Dyshohet për falsifikim votar, si gjithë tjerë që janë ndaluar, edhe kjo është i dyshum për atë për penal. Firma në proces verbal se i gjithë procesi zgjedhor ka shkuar në rregull, i kushtoi edhe një komisionereje të vetëvendosjes. Avokati i saj Gent Gjini tha për Kiks Kosovën se ajo ka rënë prej vëzhguesve të kësaj partie. Kjo komisionere ka rënë prej e vetë partisë sepse vëzhgues e vendosjes, pra, cilët vendosja i ka zgjedhur për ta vëzhguar procesin e mbarvajtjes të votimeve, ata nuk kanë qenë përmes dhe nuk kanë përcjell rrjedhën, që si po vjedhen votat, dhe kjo sigurisht nga mendja e lehtësia kur ka parë që po shkon në rregull dhe vëzhgues nuk po intereson, atëherë kur u shkruaj procesin e umimit ka qitur në shkrimin dhe ajo e ka shtyr në vepër penale. Sipas Gjinit, manipulimi me vota ka ndodhur te futja e tyre në sistemin e KQZ-s. Është një farë sistemi aty kur numëron votat, njëri prej komisionerëve i numëron votat në mënyrë klasike, në me libër, i numëron me duar, do me kojt. Po ai komisioneri tjetër sigurisht nga partia e vendos, ai kur i vendos votat në mënyrë digjitale në kompjuter, aty ka shpërputhje. Pra, këtu duhet të ndodhë shopi për sheqerit. Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, falsifikimi i rezultateve të votimit është vepër penale, e cila sanksionohet deri me 5 vjet burgim.